Në seancën plenare të kësaj dhënë, Kuvendi i Shqipërisë ka zgjedhur me 74 vota Fatjon Hoxhallin si kryetar të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, në garë me kandidatin tjetër, Helidon Haliti. 74 vota pro, 6 abstenime, 7 vota kundër. Projektvendimi miratohet. Fatjon Hoxhalli zgjidhet kryetar i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Gjithashtu Kuvendi miratoi edhe përbërjen e plotë të Këshillit Drejtues duke votuar 10 anëtar të rinj. Bujar Kapexhiu u zgjodh me 75 vota, Raimonda Bulku me 78 vota, Zaimir Akita me 77 vota, Robert Budina me 66 vota, Osman Mula me 84 vota, Pano Xhixho me 82 vota, Lorenz Vangeli me 72 vota, Enjo Civici me 77 vota, Alket Braho me 55 vota, Petrit Beci me 76 vota. Antarët e Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar u përzgjodhen pas zhvillimit të seancës dëgjimore në Komisionin e Edukimit dhe Medias, ku kandidatët prezantuan platformat e tyre.